Vendi është i Kosovës, është i popullit. Organizë për para. Mamu ka hek. Shpatëm falë. Edhe ne? Unë karo ajo... Nuk e di s'kam çfarë bëj. Pa i gore, po të. Më falë, a në medicina me dhe Opozicion, komandantë në opozicion çikne, s'mon ka. Ka policia se Veprimtare, atletar të çështjes kombëtare, qif ju të pranishëm, nderuara media, sot qoftë edhe në aspektin simbolik, organizatat e dala nga lufta kanë thirrë protest pikërisht në oborën e institucioneve të Kosovës, të cilat institucione kanë degraduar pafundësisht. E them këtë sepse Qeveria e Republikës së Kosovës dhe kryeministri i saj bënte kërkatje të pandalshme me plot gojnë për bashkimin kombëtar. Mbante në gjaket simbolin dhe flamurin kombëtar, kurse në anën tjetër kishte për këshilltar një person i cili vazhdimisht fynte dhe bënte përpjekje të degradoj luftën e pastër dhe drejt ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ky person është me emrin Shkelzen Gashi. Degradimi kaq i rëndë dhe i paskajshëm i kësaj qeverie është sepse brenda kësaj qeverie ka ministra të cilët janë anti-UÇK. Ministri i ekonomisë dhe financave Ekoran Murati, i cili publikisht pa deklaruar se më mirë dhe më lirë do të na kushtonte liria këtij vendit, po t'i kishim paguar mercenar. Që është hyrje e rëndë për veteranët invalid
familjet e dëshmorëve dhe për luftën e shajt dhe drejt ushtrisë shqiptare të Kosovës. Degradimi më të tjeshëm i këtij institucioni është sepse për minister ka Dimall Bashën, i cili patoshëm bën edhe punime shkencore për ta dëmtuar, për të shkelur mbi gjakun e dëshmorëve dhe për t'i dhënë konotacion tjetër luftës tonë drejt dhe të pastër. Udbash, Basha! Udbash! I më të tjeshëm është se brenda kësaj ministrie kemi ministren Gervalla Shvarc, e cila publikisht Udbashe! ka deklaruar se bashkëpunon dhe ka bashkëpunu me shpifje dhe me intriga që të dënohen krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, të cilët po mbohen padrejtësisht në Hagë. Kemi ministren Mimoza Kusari Lila, Udbashe! e cila në mënyrë të mshef dhe tinzore ka bashkëpunuar me listën serbe dhe me kriminelin Radojqić për t'i goditur veteranet e luftës së ushtrisë shërimtare në të drejtën e tij e tyre, gjë që është realizuar dhe veteranet në largu në benefitin e tyre pra në pagën minimale të Kosovës. Të respektuar pranishëm, degradimi i skajshëm ndodhi edhe me institucionin më të lartë të Republikës të Kosovës, me Parlamentin e Republikës të Kosovës, ku ky parlament në vend që të nxjerr ligje në mbrojtje të vlerave të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe vetë luftës së shajt dhe drejt, ky parlament përveç që i fyn financon një idiot për të zhvilluar dhe për të bërë ekspozit në qendër të Kosovës në Prishtinë, duke shtrembruar, bërë përpjekje për shtrembuar historinë reale dhe të drejtë dhe gjithë ato krime që janë bërë gjatë luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës nga ushtria dhe policia serbe. Ku fynë rand familjet e viktimave civile, fynë rand luftën e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe fynë rand gjakun e derdhur për liri. Të respektuar protestues, ne vlerësojmë dhe shmojmë drejt veprimin e komunës së Prishtinës dhe kryetarit Zoti Rama, i cili bëri veprim dhe largoi këto eksponate të cilat qëllimin e vetëm kanë pas dhe ne dyshojmë se gjithë informacionet janë marrë nga shërbimet sekrete serbe. Dhe dyshimet tona janë se edhe është bashkëpunuar me këto institucione të cilat gjithë përpjekjet i kanë për të dënuar, për të barazuar luftën tonë drejt dhe të pastër me gjithë ato që ka bërë ushtria dhe policia serbe në Kosovë. Ne besojmë dhe shpresojmë që qëra e zezë që ju ka vu Kosovës duke i mbajtur padrejtësisht krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës nga një gjykatë politike dhe krejtësisht e neanshme
duke punuar ngusht me njerëz të këtill të shitur si Shkelzen Gashi. E them këtë sepse kjo gjykat është ndërtuar mbi shpifjet dhe trillimet të raportit Dick Martit, ku këshilltari kryeministrit Thaçi e ngrit në pjedestal dhe thot është miku më i mirë i shqiptarëve. Të nderuar pranishëm, për fund ju them se ne ju bëjmë edhe thirrje institucioneve të Republikave të Kosovës që të reflektojnë dhe mjaft me tentime për degraduar luftën e drejtë dhe të pastër të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ne si kategoritë të dala nga lufta e lavdishme e ushtrisë shqiptare të Kosovës do të mbrojmë luftën tonë drejt të pastër me çdo kush. Nga kushdo që cënohet, nga kushdo që bën përpjekje ta njëllos dhe ta degradoj dhe të shkel mbi gjakun e dëshmorëve të kombit. Urojmë dhe shpresojmë që gjykata speciale në Hag do t'i hudhë poshtë, sepse nuk ka argumente dhe të provuar se krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës kanë bërë krime dhe është faktuar mjaftueshëm se lufta jonë ka qenë e drejtë dhe e pastër, e cila u zhvillu për liri, çlirim dhe bashkim. Mendoj se verdikti dhe shpresojmë se verdikti përfundimtar do t'i liroj dhe do t'i humbë gjithë pretendimet e prokurorisë, duke bërë kërkesë dhe për dënime banale dhe drakonike për krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe ata sa më parë duhet të kthehen se kur më shumë nuk ju kanë dashur vendit, nuk ju kanë dashur institucioneve, nuk ju kanë dashur gjithë popullit dhe kombit shqiptar. Lavdi të gjithë trenëve për liri, respekt për familjet e dëshmorëve, respekt për invalidët e luftës, respekt për veteranët e luftës, respekt për viktimat civile dhe gjithë ata që kanë bërë dhe kanë dhënë diçka me ardhmë deri te liria. Ju falemnderit për vëmendje. Miliard të dëshmorëve invalid të luftës, veteranë dhe veteranë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ka kaluar një qerek shekulli që nga përfundimi i luftës dhe rrëfimet e shtembruara e shpifjet nuk kanë të ndalur. Si rezultat i këtyre shpifjeve u ndërtuan Si rezultat i këtyre shpifjeve u ndërtuan procese gjyqësore, herë vendore e herë ndërkombëtare kundër veteranëve të luftës dhe vetë luftës tonë shqiptare, të cilat edhe sot e kësaj dite nuk kanë të ndalur. Duke mos u mjaftuar me kaq, tash radha u erdhi viktimave civile. Poshtrimi u ekspozua në shesh. Na u shfaq një falsifikim i qëllimshëm që minimizon vuajtjet e popullit tonë. Nënçmimi të rënëve cënon dinjitetin e luftës së drejtë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të drejtën për shlirim e vetëvendosje. Megjithatë, çdo përpjekje për të relativizuar faktin historik nuk i shërben kujtesës. Ajo prodhon vetëm konfuzion mbi të vërtetën historike dhe degradim institucional. Ne si veteran dhe veteranit të luftës ndjehemi jashtëzakonisht keq që gjatë luftës nuk patëm kapacitetet të mjaftueshme të mbrojmë gjithë popullatën civile. Mirë po, sot nuk do të lejojmë të poshtrohen në përkëmbën viktima civile nga kushdo që në kohën e luftës
ishte larg ngjarjeve të luftës e masakrave, ndërsa sot përdor referenca nga Serbia. Autorët e këtij shtrembrimi mbajnë përgjegjësi direkte bashkë me aktorët politikë që e mësuan atë. Bara bie njësoj mbi çdo zyrë që përdori fonde publike për të financuar një përmbajtje të tillë. Dhe kjo përbën një skandal të vërtetë. Institucionet shtetërore kanë detyrim të mbrojnë historinë e jo të subvencionojnë poshtrimin e saj. Prandaj, kërkojmë llogaridhënie institucionale nga të gjithë zyrtarët që financuan ose miratuan këtë ekspozitë. Institucionet e drejtësisë do të shqyrtojnë pavonesë veprimet e iniciatorëve. Po ashtu kërkojmë urgjentisht tërheqjen e botimeve të autorëve nga hapësirat publike dhe pikat e shitjes, deri në përfundimin e procesit të llogaridhënies. Po vetë institucionet kanë financuar këtë. Që sot e tutje, çdo libër apo ngjarje që ka të bëjë me luftën nuk guxon të sponsorizohet e as të shpërndahet nga institucionet e vendit pa kaluar në përfiltrat e Institutit të Historisë dhe Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Përfaqësues të organizatave të dala nga lufta nuk do të lejojnë tutje të shkelet dhe degradohet lufta e pastër dhe drejtë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ashtu pra. Institucionet e Republikës të Kosovës duhet ta kuptojnë se pa luftën e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, pa përpjekjet në periudhat e ndryshme të historisë tonë, një rrugë e gjatë plot sakrificë nuk do të kishim të mirë dhe nuk do të kishim institucione. Andaj, këto institucione në radhë të parë duhet t'i trajtojnë, duhet t'a mbrojnë historinë tonë dhe duhet t'ju japin vendin meritor gjithë atyre që kanë kontribu, që kanë sakrifiku dhe e kanë vullos lirinë e kësaj pjese të 10 me gjakun e tyre. Ja. Rana. Okej. Fala, boa, Feministeve Duket 1 milion shqeqihimi ma të Shqipërisë o ka financuar për... Okej, hajde. Na tregon, veç të në shaj. Fillimisht na tregon